Mirëmëngjes. Jam këtu para qendrës votimi Gjimnazi 28 Nëntori dhe fiks mu këtu përballë ndodhet një kafe ku janë drejtor të administratës shtetërore, punonjës të administratës shtetërore që mbajnë shënime pranë qendrës votimit dhe numërojnë të gjithë njerëzit që hyjnë dhe dalin para qendrës votimit. Janë të gjithë drejtorë administrate dhe punonjës të administratës shtetërore dhe gjej rastin të bëj thirrje prokurorisë së Qarkut Dibër, gjithashtu edhe Spakut, të marrin masa të menjëhershme, të mos intimidojnë qytetarët, të mos presionojnë qytetarët. Edhe mbrëm kemi bërë thirrje, siç edhe unë kam bërë një status që e kam vendosur mbrëm, ku e kam paralajmëruar këtë sipas burimeve dhe informacioneve që vinin nga Partia Socialiste. Menjëherë të merren masa. Po e bëj publike, sepse është e pamundur të çash me policinë, me strukturat të tjera që merren me këto punë, kur në fakt këto persona këtu nuk duhet të lejohen.